progoni. Imam čustvo, ne velam tek imam informacije, imam čustvo, očekujem. Informacione nuk ka, por ka ndjesi. Kryeministri Hristijan Mickovski thot se ka ndjesi që ish funksionar të lartë të LSDM-s do të ndiqen nga organet hetimore të vendit, duke aluduar për ndjekje të reja penale ndaj ish kryeministrave dhe të zyrtarëve të lartë nga qeveria e kaluar e LSDM-s. Дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Имам чувство, не велам дека имам информации, имам чувство. Очекувам дека и тогаш кога тоа ќе се случи, исто така ќе имаат вакви пресконференции и тогаш нема да велат дека тоа е политички прогон, туку истите тие ќе ги повикаат да одговараат пред органите, односно да ја докажуваат својата невиност. Për këtë reaguan socialdemokratët duke thënë se pasi I vendosen njerëzit e tij në pozicionet kyçe në gjyqësor, kur ai vet po bëhet subjekt I interesit të hetimeve ndërkombëtare, Mickovski po fillon përmes abuzimit me institucione të përpiqet të fshehë proceset e vërteta që lidhen me krimin dhe korrupsionin. Kemi ndjesinë se frika I ka hyrë në kocka Mickovskit. Kemi ndjesinë se zyra e prokurorit evropian tashmë e ka çështjen për kombinimet e biznesit të Orbanit, në të cilat është I përfshirë vetë Mickovski. Kemi një ndjesi se qytetarët e Maqedonisë shumë shpejt do të dëgjojnë detaje tronditse rreth marrëveshjeve Orban-Mickovski-Vučić në Ballkan. Kemi një ndjesi se do të zbulojnë se si janë shpenzuar paratë e qytetarëve Maqedonas përmes çfarë kredish, mediash, telekomunikacionesh dhe projektesh infrastrukturore. Kemi një ndjesi se do të flitet edhe për pastrim parash përmes institucioneve caktuara financiare. Përplasjet e pushtetit dhe opozitës sa vinë shtohen në këtë drejtim pas humbjes së zgjedhjeve të Orban në Hungari dhe deklaratës së kryeministrit të ardhshëm hungarez Maxar, që do të pastrojë vendin nga kriminalët e huaj duke përfshirë edhe ish kryeministrin Arati Nikola Gruevskin.